Ministri në detyrë për komunitetet dhe kthim në Kosovë, Nenad Rashić, e tërhoqi një deklaratë të mëparshme të bërë për shefin e ekzekutivit Albin Kurti, duke kërkuar ndjesë për përshtjellimin e krijuar. Rashić e quajti gabimin e tij personal dhe tha se ishte ngatruar, kur pohoi më herët se për hatër të tij, Kurti kishte vendosur të jepte manastirit të Deçanit 24 hektar tokë. Ministri pretendon se e kishte mbivendosur këtë ngjarje me pranimin e kërkesës për vizitin e patriarkut Porfirie gjatë Krishtlindjeve ortodokse të vitit 2023. E vërteta është se me keqardhje po them, i kam ngatruar këto dy ngjarje, të cilat kanë ndodhur shumë pranë njëra tjetrës dhe tashmë kanë kaluar 3 vite ose më shumë. Unë i lidha gabimisht me kthimin e tokës së Deçanit, ato që në fakt ishin fjalët e kryeministrit për vizitën e patriarkut në Kosovë. U shpreh ai për mediat në Prishtinë, teksa këmbguli të kërkonte falje duke theksuar në të njëjtën kohë se ky gabim nuk ishte i qëllimshëm. Më parë në një intervistë për Radio Gorazhdec, Rashić kishte folur për marrëdhëniet me kryeministrin Kurti dhe vendimet e qeverisë që prekin komunitetin serb. Ai që shprehur se këmbgulja e tij çoi në zbatimin e vendimit për dhënien e 24 hektarëve tokë manastirit të Deçanit dhe sipas Rashićit, Kurti i kishte thënë, e ka menduar shumë këtë gjë dhe po e bëj vetëm për shkakun tënd. Ndaj kësaj situate kishte reaguar Meliza Haradinaj, këshilltare e presidentes Vjosa Osmani, e cila që shprehur se kjo çështje prek sovranitetin e Kosovës dhe nuk mund të trajtohet si favor personal mes kryeministrit dhe ministrave.